Për të tretën ditë radhazi, qytetarët janë mbledhur në zonën këmbësore të Korçës duke vijuar protestat kundër qeverisë, me pankarta dhe thirrje kundër kryeministrit Edi Rama. Protestuesit kërkuan ndryshim politik dhe reagim më të gjerë qytetar ndaj problematikave që sipas tyre po përballet vendi. Gotha është mbushur plot dhe thika ka vajtur në fëmijët tanë. Po pse ka vajtur thika në fëmijët tanë? Ka vajtur literalisht në fëmijët tanë. E dëgjuat lajmin për hormonet për fëmijët që janë mbi 14 vjeç. Kush i merr këto vendime? Po ne për çfarë jemi këtu? Kemi vdekur ne që këta të na rëmbejnë fëmijët, na ka rëmbyer të ardhmen, na ka rëmbyer të tashmen, na ka rëmbyer të shkuar, na ka rëmbyer gjithçka. Këtë gjë ne nuk e lejojmë. Rama mori kaq fuqi dhe fajin e kemi ne. Të gjithë ne bashkë. Sepse nuk e dim forcën e votës. Ne vuajmë nga që zim votën. Këtu një punë që kishte, bujqësi kishte, edhe bujkun e shkatruam. Bujku shiste prodhimet e tij, vinte i prishte në Korçë. Por Rama tha, më mirë tiki, sa më pak të ngelen, tha, aq më kollaj mbaj pushtetin. Jam shumë e lumtur që t'i tregoj që ne nuk jemi indiferent, ne jemi qytetarë. Ngrihemi atëherë kur ndjehemi të shtypur, protestojmë kundër arrogancës, kundër ajdutërisë. Gjatë fjalës së tyre, qytetarët i kanë bërë thirrje dhe punonjësve të administratës publike që të bashkohen në protestë, pasi ndryshimi mund të vijë vetëm përmes protestave më të mëdha dhe angazhimit të gjithë qytetarëve, duke theksuar se sakrificat e sotme do të shërbejnë për të ardhmen e brezave të rinj.